Familja e Martin Canit akuzon kryeministrin Edi Rama për përdorim politik të emrit të djalit të tyre pas deklaratave për projektin Smart City në shkolla. Në reagimin publik, prindërit e Martin Canit thonë se kamerat dhe mbyllja e TikTokut nuk zgjidhin problemin e sigurisë, ndërsa kërkojnë përgjegjësi për dështimet e shkollës, policisë dhe sistemit shëndetësor. Ata pretendojnë se mungesa e pajisjeve në spitalin e traumës ndikoi në fatin e Martinit dhe kritikojnë zvarritjen 18 mujore të hetimeve, duke mbyllur deklaratën me thirrjen drejtësi për Martinin, siguri për fëmijët dhe veprime jo fjalë. Kryeministri Rama deklaroi një ditë më parë teksa prezantoi projektin Smart City se qeveria e tij e kreu detyrën pas vrasjes së 14 vjeçarit, ngjarje që tronditi opinionin publik vitin e kaluar. SPA kërkon rrëzimin e 23 kërkesave të Ilir Beqajt në dosjen e sterilizimit, duke i cilësuar të pabazuara ligjërisht. Prokurori Edvin Kondilli deklaroi se pretendimet e ish-ministrit të shëndetësisë janë shqyrtuar edhe më herët gjatë hetimit dhe procesit gjyqësor. Beqaj akuzohet për shpërdorim detyre në bashkëpunim për koncesionin e sterilizimit, ndërsa në të njëjtën dosje janë marrë pandehur edhe ish-zëvendësministri Klodian Rjepaj, përfituesi i koncesionit Ilir Rapaj dhe ish-zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Apeli la në fuqi 28 vite burg për Ilir Selmanin, të shpallur fajtor si pjesë e grupit kriminal Klani Duka, që organizoi dhe ekzekutoi ish polici në gusht 2019 në Tiranë. Rigjykimi erdhi pas vendimit të gjykatës së lartë, ndërsa SPA kërkoi konfirmimin e dënimit. Sipas hetimeve, atentati lidhej me përplasjen mes grupeve Duka dhe Martinaj, ndërsa zbardhja e ngjarjes u mbështet edhe te komunikimet në aplikacionin Sky ECC. Për të njëjtën çështje janë dënuar edhe anëtarë të tjerë të grupit kriminal. Hetimet për vrasjen e Edmond Sulës dyshojnë se autori ka vepruar i vetëm dhe është larguar në këmbë nga vendi i ngjarjes. Kamerat e sigurisë nuk kanë zbuluar përdorimin e një automjeti, ndërsa hetuesit dyshojnë se autori ka studiuar terrenin dhe është fshehur në zonën me bimësi përpara atentatit. Mungesa e një makine të djegur ka shtuar dyshimet se bëhet fjalë jo për një vrasës me pagesë, por për një person me konflikte të mëparshme me viktimën. 8 kompani të naftës kanë paditur qeverinë në gjykatën administrative duke kërkuar rreth 11.8 milion euro dëmshpërblim për humbjet që pretendojnë se u shkaktoi bordi i transparencës. Operatorët kundërshtojnë metodologjinë e llogaritjes së çmimeve, duke argumentuar se ajo nuk pasqyron kostot reale të importit, të TVSH-s dhe operimit. Sipas tyre, formula e përdorur gjatë riaktivizimit të bordit në vitin 2026 ka sjellë shitje në kosto dhe humbje të konsiderueshme financiare. Policia kufitare e Vlorës shpëtoi 11 emigrantë të paligjshëm që kërkuan ndihmë përmes sinjalit SOS pranë grykderdhjes së lumit Vjos. Emigrantët me origjinë nga vende të ndryshme u lokalizuan dhe u transportuan drejt Triportit, ku do të marrin ndihmën e nevojshme dhe do të nënshtrohen procedurave përkatëse, ndërkohë autoritetet po hetojnë rrethanat e ngjarjes dhe mënyrën se si ata mbërritën në këtë zonë. Një grup turistësh i shpëtoi një tragjedie në rrugën drejt Thethit, pasi një gur i madh u shkëput nga mali dhe ra mbi automjetin e tyre në lëvizje. Shkëmbi shkaktoi dëme materiale, por fatmirësisht asnjë person nuk u lëndua. Ngjarja rikthen shqetësimet për rrezikun e rrëshqitjeve të gurëve në akset malore, veçanërisht gjatë sezonit turistik ku kërkohet monitorim dhe ndërhyrje për garantimin e sigurisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se dialogu strategjik me Kosovën do të nisë vetëm pasi të krijohen kushtet e duhura, duke përfshirë përmbushjen e zotimeve të Prishtinës ndaj komunitetit serb. Departamenti Amerikan i Shtetit rikujton se dialogu u pezullua në shtator 2025 për shkak të shqetësimeve mbi veprimet e qeverisë së Kosovës. Ndërkohë, Washingtoni ka nisur raundin e parë të dialogut strategjik me Serbinë, ndërsa nga Kosova kërkohet zbatimi i marrëveshjeve të dialogut me Beogradin, përfshirë asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe shmangjen e veprimeve që rrisin tensionet në veri. Komisioni Evropian ka shprehur shqetësim për raportet mbi përdorimin e paligjshëm të teknologjive të spionazhit ndaj gazetarëve dhe aktivistëve në Serbi. Reagimi vjen pas gjetjeve të Human Rights Watch se një kompani bullgare kishte licencë për eksportimin e pajisjeve të mbikëqyrjes në Serbi. Brukseli thekson se çdo përgjim i paligjshëm është i papranueshëm. U kërkon autoriteteve hetim të plotë dhe kujton se Serbia si vend kandidat për në Bashkimin Evropian duhet të harmonizojë legjislacionin me standardet europiane për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njerëzit. Bilanci i tërmeteve shkatruese në Venezuelë ka shkuar në 4.930 viktima, ndërsa OKB paralajmëron se deri në 50.000 persona mund të jenë ende në rrënoja. Mira të tjerë janë plagosur dhe 10 mijëra banor kanë mbetur pas trehim, pas 2 goditjeve të fuqishme në qershor. Ekipet e kërkim shpëtimit kanë përfunduar misionet, ndërsa tani fokusi është ndihma humanitare dhe rindërtimi. Autoritetet përballen me kritika për reagimin e vonuar dhe vështirësi financiare për shkak të sanksioneve ndërkombëtare.
Vala ekstreme e të nxehtit në Europë ka shkaktuar të paktën 12.000 vdekje shtesë sipas të dhënave paraprake të AFP-s, ndërsa platforma Euromomo raporton mbi 14.000 viktima. Bilanci më i rëndë është regjistruar në Gjermani dhe Francë, ndërsa rritje të vdekshmërisë raportojnë edhe Belgjika, Spanja, Hollanda dhe vende të tjera. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se temperaturat ekstreme duhet të trajtohen si emergjencë shëndetësore, ndërsa ekspertët druhen se numri i viktimave mund të rritet me valet e tjera të nxehtit gjatë verës. Kanadaja vijon betejën me mbi 800 vatra zjarri pyjore, ndërsa tymi po përkeqëson ndjeshëm cilësinë e ajrit në disa shtete amerikane. Autoritetet kanë shpallur alarme në Michigan, Minnesota dhe New York, ku banorëve u rekomandohet të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Tymi pritet të arrijë edhe në New Jersey, duke ngritur shqetësime për zhvillimin e finales së Kupës së Botës të dielën. Meteorologët parashikojnë përmirësim të situatës nga fillimi i javës së ardhshme, me ndryshimin e drejtimit të erës. Përshkallëzohet konflikti SBA-Iran. Teherani i njofton një valë të re sulmesh me raketa dhe dron ndaj objektivëve amerikanë në gjirin persik, pasi Washingtoni zhvilloi natën e 6 radhazi të goditjeve kundër objektivëve ushtarak iranian pranë Qeshmit dhe Bandar Abbasit. Irani pretendon se ka shënjestruar baza amerikane në Bahrein, Kuvajt dhe Jordani, ndërsa në Katar u raportuan shpërthime dhe plagosja e një fëmije. Mediat iraniane raportojnë edhe viktima nga sulmet amerikane, por këto pretendime nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Slavko Vincic do të shkruaj historinë në finalen e botrorit 2026. FIFA ka përzgjedhur arbitrin sloven për të drejtuar sfidën me Spanjës dhe Argentinës në stadiumin MetLife në New Jersey. 46 vjeçari bëhet arbitri i parë nga Slovenia që gjykon një finale të Kupës së Botës. Vincic vjen pas eksperiencës në Katar 2022 dhe pas drejtimit të finales së Ligës së Kampionëve 2024 mes Real Madridit dhe Dortmundit. Në finale do të ndihmohet nga 2 asistentë sloven dhe arbitri i katërt nga Jordania.